Mirëmbrëma edhe sonte në natën e 29, jo, por në 29 dhjetor. Jemi edhe sonte në një maraton me kartolina, me inserte edhe me surpriza shumë të bukura. Unë them bëjmë një urim të veçantë, si data 29, se janë disa biznese që ja marrin shpirtin punëtorëve deri në datën 31. Ne unë them që në datën 31 ato fabrika që kanë mundësi, për fabrikat e ka më shumë. Po dhe këto bizneset e tjera është mirë, po lironi more punëtorin datën 31 përjashtoro subjektet ku bare, restorantet, ose të paktën ata që punojnë datën 31, jepi një 5 ditë pushime mbrapa. Mirë do të ishte në fakt. Fantastike. Prandaj tregoni u dyshoj se do realizohet. Dyshoj se do realizohet, megjithatë shpresa vdes e fundit, kështu që le të urojmë, ose le ti kapim pak veshin. Po, okay, po të paktën e themi neve. Sepse mund të ketë një lloj reagimi më pas. Jam e sigurt që po. Mirë, do fillojmë kartolinat për sonte, do e nisim me një familje. Në familje shqiptare i kemi profesione të ndryshme. Mund të kesh ndonjë të papunë aty mes tyre që ha në bazën e këtyre që punojnë. Këto ka, domethënë që ka mundësi të punojë dhe s'punon ai, po kujdes punoni të gjithë. Se sa ka për borxha i motra vllai aty të mbaj, dakor? Po janë sa familje shumë punëtore, për të marrë model, dhe jo vetëm për vullnetin e madh që kanë për punën dhe dëshirën për të mësuar gjithmonë, për të qenë avangard edhe me teknologjinë, për të përfshirë. Po të shkosh në një familje të gjesh të 5 anëtarë dhe familjes fotograf, të 5 fotograf. Kjo është e çuditshme dhe e rrallë. Një pasion i trashëguar nga gjyshi i tyre. Pra e ka nisur gjyshi, babai, është edhe nëna e përfshirë. Nëna kishte rolin e montazhit. Bënte montazh. Sa interesante. Dhe 3 fëmijët fotograf, që nga mosha 13 për të arritur deri tek mosha që është në universitet. Dhe vajza e madhe që është në universitet, në Austri, ndjek studimet për multimedia. Edhe atje ku ka shkuar dhe atje bën fotografi. Sa bukur, është vërtet interesante kur trashëgohet me kaq pasion profesioni. Është vërtet. Jemi në familjen Simoni, ndodhemi në Gur të Zi. Le të ndjekim këtë kartolinë kaq të bukur që vjen nga kjo familje dhe të kuptojmë se çdo thot pasioni, tradita, vullneti i mirë për t'ja dalë mban edhe kur ti nuk banon mes Tiranës, që mund të kesh opsione më shumë. E vërtet. Në Gur të Zi ja kanë dalë më së miri të kenë studion e tyre. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit të Atokim, ne kemi lëvizur larg qytetit të Shkodrës, nuk kemi shkuar shumë larg, sa mund të jetë deri këtu, 12-15 kilometra maksimumi, 12, e kisha mirë me të parën, 12 kilometra, ndodhemi në njësinë administrative Gur i Zi, në qendër fare të kësaj njësie administrative. Kemi zgjedhur familjen Simoni. Arsyeja pse kemi ardhur në këtë familje është fakti që është një familje që e ka trashëguar profesionin e fotografit, është gjyshi i kësaj familje, babai i Leonardit, më pas është Leonardi, është familja e tij, bashortja e tij Manjola, ti ai e krau i djathtë apo i majt? Ja, i djathtë. Okej, ja ku kemi edhe 2 fëmijë të mrekullueshëm, kemi edhe një vajzë që na mungon, do ta përmendim edhe atë që na mungon, Armela. Marleo ka qenë një bashkëpunëtor shumë i mirë i imi në disa filmime që kemi realizuar, deri në Vermosh kemi qenë apo jo? Po. Ne në Shqipëri gjithmonë ankohemi dhe themi që duam të ikim larg kufive shqiptar. Shqipëria nuk bëhet, këtu nuk ka punë e të tjera. Kjo familje dëshmon se nëse merr një profesion, e bën atë profesion me pasion, mund të gjendet puna dhe mund të ndërtohet jeta në atë dheu në vendimjen tënde. Çdo gjë vjen me punë, me mund dhe kryesisht me studime. Nuk ka me fat. Fati është 1% shumë e vogël. Dhe fatmirësisht të fëmija mi sot shoh që e kanë kuptu këtë gjë dhe shohin punën, studimin, bazë. Dhe me që jemi të fjala studim, se gjithë po presin pushimet, po ndalemi pak të fjala studim, janë nxënës në shkollën private, marrë ndihmëtare të dy, ë?
Unë Marian Dimtare. Po? 28 nëntori. Dhe pra se zona të në qika, kupton, Ile bëjmë të pak shka tifos bo një bëjnë. spot bukur, të shka rrit spotin e pa përizet me rastin e festave të pambarësisë. Lumë shkolla që ju ka juve, se ju ka profesionistë, ju ka dhe nxënës dhe aq vite sa t'jeni në shkollë, besoj ju shfrytëzojnë thojza, por ne kemi dhe një talent tjetër. Vajza e pare e kësaj familje, e cila e mori ajo e para si profesion dhe në thojza i infektoi dhe motrën dhe vëllain. Ajo ndodhet në Austri, është me studime, pra se ne e thamë, nuk ikin për emigrim për ta ndërtuar diku tjetër, është në Austri. Manjola ku është? Në Klagenfurt, Amela Simoni ka shku me vazhdu studimet në Klagenfurt të Austrisë. Studion për multimedia në universitet. Njëti profil që kur të vijë këtu do të jetë kualifikuar. Tani do thonë ata teleshikuesit po pra, se do kthehet. Si e ka mendjen deri tani të kthehet apo të qëndrojë aty? Tesh momenti është fokusu të mësimet, normalisht. Jo, është shumë e fokusu, me sa që i thamë në i herë edhe dela o diqa, edhe në telefon kena orare të kur ka kohë të lirë. Se mundohet që edhe mu integru kohën tjetër, me punën, me shprehë atje. Të pyesim pak të rinjt se a e kanë me pasion, si e kanë me pasion, çfarë mendojnë ata e të tjerë. Po sa të shkon aparati një herë, ë? Të pëlqen? Po, shumë. Shumë. Ashtë ka një punë që unë e kam bë me pasion dhe kam qef që me vazhdu prap edhe me mësu sa ma shumë gjana rreth kësaj dege. Okej. Leo, ty? Gjithashtu për mua është një punë cilën e bëj me shumë pasion. Ky pasion për mua ka vazhdu që në moshën 10-11 vjeçare, duke qëndru me gjyshin, babin dhe duke mësuar nga ata. Shiko, më pëlqen që e keni me dëshirë, se dhe mund ta bëjmë nganjëherë se na imponohet fryma në familje, Leonardo. E kanë me dëshirë, unë pas edhe në lëvizje që bëjnë. Me dëshirë sa që kena pas një rastitesh që kjo kishte edhe mësimin, edhe kishim me ba disa fotografime. Unë si prind dosha që ta marsha, po i thosha rrit të shkolla. Dhe me thanë, kishte shumë dëshirë, foli me mësus, mori le, dhe me thanë e ka. Me mësime si janë këta, se ky pasioni këtu na merr mend te kokës. Me mësime janë mirë ta, ku shkojnë takime prind, krenoni ju me këta apo jo? Jo, krenona. Me të vërtet, po, mirë. Pavarësisht pasionit të arrin t'i bëjnë gjitha se kërkesa llogarisë do t'jetë lartë. Normal, po, jena të kënaqur edhe me mësimet, mirë janë. Dëshira e më është që këta me konkuru me vedin, jo me kënd të kënaqur. Ju ka sqaru babi, si në profesion, si kudo, njeriu duhet në të shoh se e ke me pasion, çdo gjë është e arritshme. Bë keni mbledhje në shtëpi ju? Ë? Kam përshtypjen, kështu si flet babi, bo, ju i dëgjoni mbledhjet e babit gjitha, ha? Po. Okej, Me shumë dëshirë, biles. Edhe mbledhje pas ka me dëshirë. Edhe japin mendime, dhe me thanë kështu Ne funksion. kemi shku në për familje tani për hir të së vërtetës se e tillë është ekonomia e tregut që do t'i kesh dy veta të njëjti profesion se e mbështesin pak njëri tjetrin dhe në funksion ndryshe. Po të gjejmë babain, maman, vajzën tjetër atje dhe djalin me të njëjtin profesion, këto janë raste jashtëzakonisht të rralla. I shohi me aparat, i dëshmuam për Leonardin patjetër që po filmimet. Mami që ndron pas kuintave, po që ka një peshë goxha të rëndësishme. Manjola, cili është roli yt në këtë bashkëpunim familjar, në këtë ekip familjar? Normalisht që montazhi është edhe i bukur, po është edhe i vështirë. Se ke momente që duhen shumë skena, shumë gjana, po normalisht që i porosisin për një shtëpi që i dona disa detajet vetme që për me i filmu, për me i vun skenat vedi. Një vend që duhet me kena për stafat. Po sidomos në të dasma, të gjana që janë 2-3 kamera, është krejt mirë çdo gjë. Okej, kush bën kritika më shumë mami apo babi? Jo, babi është më shumë i kritiko. Po shumë për ty me. Jo, babi është më shumë. Jo, babi është më shumë. Okej. E këshilla. E këshilla, jo kritika, se jo nuk merrni urdhra. Bëjmë filmimet e dasmave, bëjmë fotografime, pra ju bëni krejt ciklin e të ndryshe të fotografimit, të dasmave, të ditëlindjeve. Tani për festa si ka shkuar? Mirë? Shoh që dekori është po gjithë to skena. Bën një foto këtej, pastaj andej për 1-2 orë të mira, si klient nuk del prej këtej, se do të që t'i provoj gjitha. Minimumi një person që dërë me ba 10 foto, mundet me shku gjysë orët 1 orë. Ma rëndësishme as poza që me kënë taman, por
Atëherë janë montimi që bëhet, dritat që Nëse bëj bëhet. një fotografi model Beli, kaq. Ti ma bëm dot mua kaq. Këtë se di. Do të thënë ndryshoni, tjetërsoni deri në farmasi, përmirësoni njeriu. Problemi është mundohna me kanë sa më real, sa më natural, me Vetja, mos mbani korse kur bëni fotografi, hajduni. Tani janë dhe fesa sot përpara. editimi është e mujton me bërë çdo gjë. Por unë ju kam sqaruar që këta ju kam sqaruar dhe e kanë vënë në praktik realisht. Kanë ecë mirë, din me rregullu dritat, se është shumë e rëndësishme për me nxjerrë një pozë të bukur, në qoftë se nuk arrin me ndërtu komplet skenen me drita me tana, nuk e bën bukur. Dy vetë në një pozicion të dy, edhe po që se janë profesionista, syni të në shikon artin në pjesën e vetë. E në qoftë se nuk je profesionist, nuk e arrin po s'pate me ndërtu. Të kapim një shkrepje duket gjë shumë e thjesht, por mundesh me pas atë shumë elementa sa që ke ka universitet me e kry për me dalë profesionist. Studia Simoni është shumë e njohur, jo vetëm në zonën ku ju jetoni, pra në zonën e njësisë administrative, Gurizi, por në Lezhë, në Shkodër, kam përshtypjen që është trirë si reze. A ju penalizon fakti që jeni këtu, mos ndoshta duke qenë në një vend më të dukshëm? Apo jo, mirë edhe këtu? Jo, nuk është problemaja, se na kena pothuajse 3 brez, pa thamë më shumë. Babi ka punu në fillime, në fillimet e demokracisë. Që ka punu babai jote dhe ku ka shkuar teknologjia sot, e mbarë babai me që ka punu në fillim fare? Realisht ato kanë ato aparatet me film, dihet si që kanë koha dhe mënyra e të stampumit ka kanë krejt tjetër, sot ka luks, ka komoditet, po ta krahasosh me atë kohën. Por, kani dhe arti me të tartë, është i bukur në çdo kohë. Kanë ndryshu disa gjana, po arti, dhe me thonë, nuk transformohet kani fotografik. Do të mësosh shumë gjana që t'jesh, nuk është vetëm zhvillimi i teknologjisë që të bën profesionist. Do të syri artistik, dëshira për t'i bërë gjëra të tjera. Mirë, kalojmë te fesa, ku do i kaloni fesa familja juaj e mrekullueshme. Mos ma fusni manjole në kuzhinë, nuk i shkoni, shkon montazhi. Problemi te na gjithmonë kuzhina është problem natën e vitit të ri. Se janë çdo gjë që duhet me imla. Po jo. Si do organizoni? Zakonisht preferojmë më shumë me familjen në shtëpi për natë. Natën e vitit të ri. Po punë do i ndani, mos e ngarkoni mamin. Dakord. Leo dhe ti, mos u justifiko kam fotografi, ka klientit e dyqani, nuk mundemi të gjithë do ndihmojmë mamin manjolën. Dakord? Një urim për të gjithë teleshikuesit që janë duke ju ndjekur. Atëherë një vit sa më i marr, festoshi, gëzoshi, edhe sa më shumë që fëmijët ti fokusoni te arti, te kultura, se bahen më të njëshëm, më të mirë, edhe vendi jonë ka nevojë për këta gjana. Gëzuar. Atëherë gëzuar për shumë vjet Kshnellat e vitin e ri me zemër të bardhë, e sholla i keni me jetë tonë morë që keni. Faleminderit edhe për të jetë. Faleminderit shumë. E do e lë për ëmbëlsirë, po është ëmbëlsirë. Gëzuar, ju uroj një vit sa më të mbar. Edhe për ty, edhe për ty. Faleminderit. Sa më shumë dhe krijime të bukura me atë dorën tënde të artë. Gëzuar për gjithë dhe një vit sa më i marr për ty, për punëtorët dhe për publikun. Je urimi i parë për mua. Okej, faleminderit shumë. Të shkojmë të mbar dhe uroj që në një të ardhme të dalloni ndër fotografët më të mirë që ne kemi, nëse e ruan gjithnjë këtë pasion dhe këtë dëshirë që ju gjej sot, ne dhe e lexoj te sy tuaj. Gëzuar familja juaj, ta kaloni sa më bukur, ne do kalojmë në studio për kartolinën e radhës. Mirupafshim nga Gurizi. Të pëlqeu familja? Shumë bukur, në fakt, vërtet shumë. Dëshiron të shkojmë të dyja së bashku të bëjmë një fotografi atje? Po shkojmë. Ose gocën e vogël, sa bukur i bën ato fotot me fëmijë, një mrekulli. Tani me vajzën time kanë pak punë. Ashtu? Po, kanë pak punë. Kanë pak punë, por është pak trazovaçe. Janë mësuar ndoshta me fëmijë dhe për të realizuar një fotografi shumë të bukur. Do kalojmë tani në një personazh që në fakt nuk kemi shkuar deri në plavë, në hot të plavës e tjera, apo në Guci, ne ka ardhur Kaltrina Hoti në Shkodër, sepse ka një lidhje shpirtërore të paparë me Shkodrën.
Për dikë mund të tingëllojë emër i ri, Kaltrina Hoti, ndërsa për rrjetet sociale dhe për mediat e ndryshme është një grua shumë revolucionare, e cila ka jetuar për shumë vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka zgjedhur të kthehet në vendindje. Ka rreth 7 vite që është kthyer në vendindjen e saj dhe lobon për çështjen e shqiptarëve. Lobon kundër asimilimit të shqiptarëve, duke vënë në vend të drejtën e shqiptarëve për gjuhën shqipe dhe për të drejtat që i takojnë në shtetin e Malit të Zi. Le të ndjekim këtu rinjtë Betejë të madhe ka përpara, por unë vërtet e falenderoj dhe e përgëzoj për vendosmërinë që ajo ka. Është e vërtetë. Sa e shkurtë periudha nga vera në dimër, kur kaluan kaq shpejt këta muaj dhe ne takohemi sërish në Shkodër. Në Shkodër vjen shpesh që ta dim? Shkodër kam ardhur tash, kam vizituar përpara në Kales që thojmë, po tash ti kam ardhur me përjetu frymin e Shkodrës. Sa pëlqeu kur thatë fjalën në Kales. Kalim thje themi ne. Në Kales, po sa pëlqeu? Jo, po në Kales më pëlqeu më shumë. Faleminderit. Ne jemi duke mbledhur disa urime për emisionin Ta Tokim, po të donim nga Kaltrina, e cila vjen nga Hoti Plavës, na jap një konkluzion si ka qenë 2025-a. Ideja e përgjithshme nga rrjetet sociale dhe nga intervista që kemi marrë ka qenë e flakt. Nuk e di nëse gjeta epitetin e duhur, sepse gjithmonë mbetesh një zë i fortë për të mbrojtur çështjet shqiptare në Plavë dhe në Guci. Kështu ka qenë, luftë ka qenë? Ka qenë një luftë, mire thes edhe 2025 ka qenë një ndër vitet më sfiduese të them të drejtë, por mund të them që pikat kryesore e kemi ringjallë Hotin e Kujit, se Hoti i Kujit shpesh e kom thonë është vendi i haruar nga të gjithë përpos nga Perëndia, dhe prandaj themi jemi populli i Zotit, kemi sjellë rrymën, kemi sjellë rrugën, tashti vetëm do të ringjallemi. Pulsi ka filluar dhe domethënë pikat kryesore për 2025 kanë qenë shumë të suksesshme, jo të lehta, por të suksesshme. Okej, pika më e dobët që ka qenë 2025-s, nuk e arritë dot këtë, po do ta lësh në 2026-ën. Cila është? Që s'u bë në 2025. Ajo që s'është bë, edhe është një pikë që te nëse ka nevojë deri në fund të jetës do ta marr. Të eci rrugës të Plavës, edhe të nisë në bjeshkën e Hotit, edhe kur ta lexoj lagjën ose rrugën të jetë në dy gjuhë. Në dy gjuhë. Faktikisht përpjekjet janë bërë në Guci, shohim që janë vënë disa emërtime, po pak me vonesë, por nuk është rri rrezja, vetëm aty në qendër më duket. Dua të them një gjë që ndoshta shumë njerëz do të më kritikojnë, për arsye se askush nuk është duke thënë të vërtetën. Gucia i mori shajat, por ajo ka qenë pritja e 6 viteve, edhe ka qenë në fund e kanë fituar për interesat politike. Unë e dua shajat në Plavë të dalin, pse i është ligji i premtuar. Pra, se janë të gjithë rishikuese, kur flasim për shenja kemi fjalën për emërtimet e vendeve toponimet në dy gjuhë. Në gjysor, po. Të dihemi që ekziston. Domethënë, unë nuk dua me fitua në interesat politike ato shenja, po për arsye se na i kanë premtuar, është në ligj dhe nuk është zbatuar për arsye se popullin ka heshtur shumë. Unë nuk jam duke heshtur, se mu personalisht po më pengon. Po ka heshtur se s'ka asnjërs Kaltrinë. Kanë emigruar shumë. Po ata që kanë mbetur është dashur ta çojnë çik zërin çik më shumë, më fort. Po si duket u demoralizuan. Po shumë mirë e ke thënë, po edhe një gjë po e them, kudo që shkoj, të gjithë më thonë, a ka shqiptara flasin shqip? Besomni ka shumë shqiptarë që nuk jemi edhe na vetë të vetëdijshëm në Plavë. Unë për veti ta shkon e fundit i zbulova 2 familje që ishin shqiptare. Çka dua të them? Ka më shumë shqiptarë se që mendojnë, mirë, po janë të mbuluar. Ashtu dhe, sepse dikush futet në punë, janë mbyllin gojën, dikujt i bëhet një favor dhe ati janë mbyllin gojën, prandaj çka ajo diaspora duhet jetë pak më aktive, më mbështetëse ndaj jush. Diaspora jonë, opet, unë s'kam qef me ja bo kujt veç me të mirë. E vërteta është, diaspora jonë nuk është e aktive sa duhet, edhe nuk janë të fortë aq sa duhet. E kanë mundësi me qenë ndër më të mira. Edhe këto që them parzit. Çështja ndërgjegjësimi, organizime të gjitha me radhë. Shumë të ja kujtojmë të gjithë teleshikuesve, ju keni jetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në cilin vend? Kam jetuar kohën më të madhe në Teksas, po kam qenë në Florida, Teksas edhe vitet e para New York. Dhe ke 6-7 vite që e kthyer në Plavë. 7 vite e gjys, edhe ato 7 vitet e gjys nuk i ndroj për asnjë rini. Shkoni shëtitni, mësoni, ktheuni.
Theonin vendlinjen tuaj. Theonin vendlinjen. A ndihet atmosfera e festave apo ende nuk ndihet sepse duhet të kthehen emigrantët që t'japin gjallëri apo ndihet? Jo. Plavë Guci, kemi festa ndaj apo jo? Për herë të parë në historinë e Plavës, lirisht mund ta them, kanë dalë me flamur në rrugën e Plavës e kanë festu 28 nëntorin edhe më ka bërë zemra mal. Tani për festa kemi dekorin, atmosferën apo jo? Njerëzit nuk japin atë rëndësi. Nuk i japin rëndësi edhe nuk e kuptoj, jemi një periudhë shumë brapa atje. E kuptoj. Shumë periudhë. Po që ja ke bërë mirë që ka në Shkodër, e ndjeve në Shkodër që erdhe? Çdo ditë. Kom vizituar teatrin 2-3 herë deri tani, edhe mezi po pres me 6 të dhezët bredhi. Edhe dashurohesh me këtë vend dhe na mbetesh këtu? Po, veç e kom vendos me adhon gjysën e shpirtit. Ashtu, po. Jemi në një qytet që i bëjmë të tjerë të dashurohen me ne. Të gjithë thonë Shkodra është shpirti kulturës, e unë e them edhe diçka. Është shpirti i kulturës, por edhe shpirti i njerëzit. Një urim për të gjithë shkodranë që janë duke ndjekur, po jo vetëm për ata, kudo ku janë shqiptarë që na ndjekin përmes rrjeteve sociale. Çfarë do t'ju urojmë për festat e fundvitit? Ju uroj suksese dhe kudo që jeni, Kosovë, Shqipërinë, Malzinë, Maqedoninë, Prishevë, ngriteni zërin, se një zë i thjesht, i një bariu që ne kemi hala bari atje. Ngriteni zërin, mos rrini të mbyllur, mos rrini të pështjetur, mos lejoni hijen me ta shkeltit i kush. Ecni me hijen e tuaj, ecni me hijen e tuaj. Gëzuar ta kalosh sa më mirë edhe ti. Faleminderit. Urojmë edhe në Shkodër. Shumë mirë. Tani, do të shkojmë në zemër të qytetit të vjetër. Është ky një libër shumë i bukur i cili është botuar vetëm së fundmi dhe është një aventurë shumë e bukur të cilën mund ta bëjnë fëmijët me prindrit apo me gjyshët. Është një libër i shkruar nga Sabrina Kuçi, e cila ka ardhur në takokim me gjithë fëmijët e saj, ata që janë edhe frymëzimi i saj për shkruar librin. Le të jemi bashkë në zemër të qytetit të vjetër për festat e fundvitit. Në zemër të qytetit të vjetër për festat e fundvitit, Sabrina Kuçi, Serena dhe Rian. Faleminderit shumë që jeni pjesë e takokim. Është shumë e gëzueshme kjo kartolinë, të jeni të sigurt për këtë. Sabrina, e nisi bashkë, si ishte viti 2025? Për ne ka qenë një vit shumë i mirë, shumë i pasur me plotësime dëshirash dhe që u finalizu me librin Në zemër të qytetit të vjetër. Mendoj kjo ishte edhe qershia mbi tortë dhe dhurata e këtij fundviti. Po, diskutojmë që po. Ishte një ëndër e realizuar. A të ka pëlqyer libri mamit? Po. Sa? Nga 1 deri tek 10? 10. 10, bravo. Ja, unë ishte nga 1 deri te 100, asë më ka pëlqyer 100%. O, nga 1 deri në 100, sa? 100%. 100%, bravo, ashtu ishte vërtet, një libër vërtet fantastik. A të ka pëlqyer libri mamit? 1 milion. 1 milion, tani me gjithë të komplimente. 1.000, e zvogluam pak. Por, si është fundviti për ju? Na tregoni pak, ju jeni një familje e kompletuar, mendoj edhe festat janë edhe më të gëzueshme. Po, për ne ka qenë një fundvitit shumë i bukur, se kena fillu qysh në fillim të dhjetorit me ata dekorimet e para për fest, duke ardhur deri më sot dhe me zi që presim festat e fundvitit. Çfarë të pëlqen tek fundviti? Viti i ri, Te viti i ri, çfarë të pëlqen më shumë? kur vehen pa mama, merr të në dhurata të vitin e ri. Sa dhurata do të marrësh të vit? 10. 10 dhurata. A marruan një mua? Ja. Pa. Do të bëj 11 edhe do më të arrujt aty. Sa mirë, të bëj 11, të 11 të ma jap mua, vërtet fantastike. Po kur e vendosni pemën ju? Ne nuk e di, ne e vendosim kur të kena dëshirë tonë familja, se s'kena ditë përcaktuar. Shumë mirë. Çfarë të pëlqen Rian të fundviti ty, të festat e vitit të ri? Çfarë të pëlqen më shumë? Dhuratat. Çfarë do duhet të të sillte baba gjyshi këtë vit? I Ferrari. Një Ferrari. Të kuqe besoj. Po. A ka Ferrari në gjë tjetër, se unë s'kuptoj nga këto gjërat e djemve? Nuk e di. Nuk e di.
që unë qitë Lamborghini. Tani daje mendjen. Lamborghini. Lamborghini dua. Baba Gjysh, mbaj shënim të lutem. Serena, po për ty, cila do të ishte një dhuratë e bukur për këtë fundvit? Nuk ja kam iden fare, hala s'kam zgjanë një dhuratë bukur. Po kur do ta zgjedhësh të iku dhjetorit? Besoj se nesër. Nesër. Okej. Po vetëm një kam vendos. Vetëm njërën, cilën? A Po e që themi këtu? baba gjyshi me mamaj tonë familjen, me atë vagjine ti magjike, me mamaj tonë familjen të lumtur e me shëndet mirë për gjithmonë. O, shpirti vogël, dhe kjo është vërtet një ndër dhuratat më të bukura edhe më të veçanta që mund kishe kërkuar. A e di këtë? Po. Çfarë do të ishte diçka që ju ka munguar gjatë vitit dhe do duhet ta plotësoj në vitin 2026? Përveç me pas shëndet, edhe që këta me urrit lumëtën në qytetin e tyne, besoj se kja është gjitha që një prind mund dëshirote. A është të vështirë të rrisim të lumtur këtu ku jemi? Pra që gjithë kjo që ne kemi këtu në Shkodër të mjaftoj edhe të jetë gëzim edhe lumturi për ta. Gjithmonë ka vend për përmirësim. Edhe në Shkodër, pa tjetër që i ka vende, ndoshta vendet e dedikume për fëmijët, i kena pak në mungesë, por besim plot se mund të na i sjellin 2026-ta. Pse jo, vende për fëmijë edhe të kënaqen sa më shumë. Jam vërtet shumë e lumtur për ju. Tani, a i bëjmë një urim për të gjithë fëmijët që na përcjellin në tatukim? Po. Jepi. Gëzuar vitin e ri dhe Krishtlindjen se kush e feston. Po Tirian, çfarë uron për vitin e ri? Gëzuar? Nuk e di. Çfarë urojmë? Fëmijë të lumtur. Po? Nuk e di. Mirë, nuk e di. Mendoju një herë edhe më thuaj pastaj. Mami, çfarë urojmë për vitin e ri? Unë uroj që secili fëmijë në 2026 ta filloj me ëndra, me magji, me lumturi dhe pa diskutim me shumë dashuri në familjet e tyre. Ju falenderoj të gjithëve sepse na dhuruat një moment shumë të këndshëm. Është vërtet një ndër kantolinat më të veçanta që unë kam realizuar. Çfarë të duash ti? Dhe për, si të thash, po gëzuar vitin e ri dhe Krishtlindjet për ato që e festojnë dhe desha të thoja dhe që fëmijët normalisht të marrin të gjitha dhuratat, të rriten të lumtur, të kenë të gjitha dëshirat dhe të gjitha nevojat që fëmijët duhet të kenë dhe dëshirat e tyre të bëhen realitet. Shumë faleminderit. A i di se je e mrekullueshme? Ma kanë thënë herë tjera, po nuk e di. Po ta them edhe unë edhe një herë dhe besoje, je vërtet e mrekullueshme. Dhe unë të uroj që viti 2026 të jetë vërtet fantastik për ty. Të jetë i mbushur me dhurata, i mbushur me momente të bukura, i mbushur me vende të bukura për ta vizituar Shkodrën. Faleminderit. Riane, unë dhe për ty uroj një vit shumë të bukur, të mbushur me makina. T'jesh i lumtur edhe i gëzuar dhe të vizitosh vende të reja në Shkodër. Faleminderit. Me sigurt se mami do ndihmoj për këtë. Pa tjetër, do të përpiqena me kënë kreativ. Ju uroj shumë suksese. Unë dua që për vitin e ri, mami dhe bobi me më plotësu të na dëshirat. Edhe kam dy që super i du për vitin e ri. Sua je, shfrytëzoje momentin. Me shku në Zeland 3 për 12 ditë edhe me naj, edhe me shku të Disneyland për 14 ditë. Gurqa pun pas këni. Qira dhe imagjinatë edhe shumë dëshira. Qyr që është imagjinata, sa mirë që është imagjinata, se pak të imagjinat vërtet nuk ja dalim dot. Gëzuar dhe një vit sa më të lumtur. Një vit sa më të marrë edhe për ju. Urimet e fëmijëve janë vërtet më të përzemërtat edhe më të sinqertat, edhe jam shumë e lumtur që pata mundësinë të realizojmë këtë kartolinë urimi bashkë me Sabrinën edhe me fëmijët e saj. Tani, në emisionin Tatokim ne jemi munduar të gjitha grup moshat i përfshim. Kemi asistuar shumë herë edhe në shfaqje që janë zhvilluar në para Bashkisë Shkodër. Kanë qenë dhe të rinjt ata që kanë performuar, ata që konsiderojnë talentet e rinj dhe që ju është lënë një natë në dispozicion që të shprehnin talentin e tyre. Dhe ne kemi bërë 2-3 regjistrime të vogla, nuk kishim mundësi të gjithë koncertin për shkak të impenjimeve tona, por dëshirojmë që sadopak t'i përfshim 2 grupe të rinj që erdhën shumë bukur në skenë dhe le të ndjekim së bashku.
qenë shumë i dashur dhe që merr vëmendje nga nxënësit e shkollave, nga shoqatat, nga të gjithë ne, është edhe shtëpia e të moshuarve. Po. Do doja të kishte ndoshta një emër tjetër, sidomos atë emrin azil nuk dua ta dëgjoj një herë që ta përdorni më, por mua më pëlqen në Gjermani u thuhet shtëpia e zotërinjve dhe është shumë bukur, sa interesante. Se jo mund ta ndrojmë edhe ne këtu. Se ndihen më me dinjitet kur i thua po ja këtu jemi në shtëpinë e zotërinjve. Ne qëndruam një sop herë me ta për të marrë sa të pak atë atmosferën, po jo kur është organizimi gati, pra që kanë ardhur të tjerë që përpiqen të bëjnë diçka, por ne shkuam në një ditë totalisht të zakonshme. Për tamam se si është rutina e tyre e përditshme. Po. Dhe fillimisht do donim të prezantonim për të gjithë kërshërinë e teleshikuesve një rast tipik. Ishte një zotëri, u mendova se kishte ardhur të vizitonte ndonjëri brenda, pra ishte në shkollë të përdorin shprehjen shumë i canon. I paraqitshëm, si zotëni vërtet ishte për gati bënte një xhiro në qytetin e shkollës. Dhe kur më thanë që është pjesë e shtëpisë së moshuarve, u befasova. Çfarë është edhe kjo intuita, apo gjatësia, shumë i mbajtur. Sepse krijohet ajo përshtypja, janë të braktisur, janë pa për krahje, nuk kujdeset kush për ta, apo kush do hekur roskomishën, xhaketë. Zotëria ishte shumë i canon. Quhet Prengvata. Ka një histori shumë të veçantë, sjell gjithë problematikën e jetës së një shqiptari që nga herë peripecit e jetës të sjellin në rrethana të paparashikuara dhe ky fat mund t'i ndodhë çdo kujt. Dhe ky lloj fati të drejton drejt shtëpisë së moshuarve. Pra, le të ndjekim rrugtimin e një personazhi shumë dinjitos, i cili për shkak të peripecive jeton sot në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër. Nga je Preng? Në zonë e Valldensit. Zona e Valldensit, pra ke lindur këtu, po në jetë ku ke punuar e ku ke jetuar? Që nga Firës, metalurgji, Elbasani 25 vjetë, 15 vjetë në Tiranë, në disë gruja më thënë, dhe i kanë azil privat në Tiranë, me azil atje. Gruaja sa kohë ka që ka ndruar jetë? 6 vjetë. Çfarë pozicioni ke pas në punë? Punë mekanik kam punu. Mekanika? Po pas ke punu të veprat kryesore në Shqipëri? Ku ke di që ke po? Kanika ta. Gjitha e punë që ke bërë atje? E ndërsu, po të shqis. Shanë motë, me të rëgjia prish. E kuptoj. Po familje ku kryove për herë të parë familjen? Tu në Valdens. Në Valdens. Grua nga e more? Nga Berati. Nga Berati? Ku e njohe? Ku e njohe? Ku e njohe grua nga Berati? Besu një me tjetës. Kam i djallë. Ku e ki djallin? Kam në Gjermani. Në Gjermani. Tani gjithë teleshikuesit pyesin, pse s'jeton me djallin? Djallin ku s'kam, ashtu me letra me shkoti. S'ke letra, dokumenta. Po djalli ka dokumentat? Djalli po. Po nuk bën dot bashkim familjar? Ka 2 kalamaj. Kur i vjen koha. Mësova që je bashkë me vllajin këtu, në azil. Po ai çfarë problemi ka pasur? Pse ndodhet ai këtu? I ka vdek e shoqja, i ka vdek mas grusime. E kuptoj. Ai ka fëmijë? Po i ka në Amerika një, në vajzën, djallin e ka në Gjermani. Edhe ai nuk ka mundur të bashkohet dot me fëmijët? Për në Amerikë nuk e di, atje ka mund si shkojmë, por nuk është vetë. Nuk dëshiron vetë ky që të shkojë. Të jetoje vetëm e kishe të pamundur, kështu që ti zgjodhet që të jetosh më mirë në azil. Po jeton vetëm që të pamundur se kone Saliveris, unë kisha një shpi në Tirana Re, 110 metra katror, me punë, me një ime, e puna me emrin të djali shpinë. Ajo nda pati nusë të nga Elbasani, nda me te, mori gjysë në shpisë e, ma shumë të gjysë mori. E unë e gruja ngeni pa Azerbajdžan. Vetë pas gjë? Pas gjë. Pasaj djali iku në Gjermani? Djali ka ikë për para në Gjermani, se po të kështë djali këtu ishe ndryshe. Po nuk mbajtë gjysmën e shpisë? Gjysmën e shpisë e mbajtë, po dole ma shpia. Pse? Aqë ishë. Edhe kështu se s'kishim ku manko kërkon me avokate me drejt, avokate do pare punës banë. E kuptoj.
Jemi shumë kurioztarë, sot ka dalë pensioni, pra ke punuar në veprat kryesore. Në fillim fare, u kam dalë nga dalë 196.000 lekë. Se isha në privat, 15 vjetë të fundit. Të polisteroli në Tirana se ke parasysh, izoterma si mund të thush. Më dhe ato rrejtë është, mirë bada në me 200.000 lekë. E kuptoj. Gjysma të keqes se pas ke vëllai në dhomë, jeni bashkë me vëllain këtu. Vëllai po, është i smur edhe i smur. Është i smur. Jeni bashkuar tashmë në Shkodër, pra mbasi ke lëvizur nga Tirana, ja ku jeni në Shkodër këtu. Sa vite ke me vllain që jeton bashkë? Ka marrë për para këtu, vllai të shikarë. A vllai tani ka? Të shikarë, në 2 vjetë ka. 2 vjetë. Po ti sa vite ke këtu? 3 vjetë. 3 vjetë. Këtu. Ndërsa ti se në azil? Bona aty 6 vjetë. Shqishtë kam nga vdekuja, kam qenë azil privat në Tiranë. Po. Je për shtat? Këtu është shumë mirë. Kurse ajo Tiranë, ajo privat, ishte o zëllim. Po pse? S'kishte si dhe shërbime, si dhe një. Nga 3 veta në përdhoma, vjes kod ato. E kuptoj, tani je me vllajin? Po. Po, vllaja vete, po më ka vallë dhe me kërëve dhe vetë. Po patjetër. Tani kush gërhet më shumë, ti apo vllai? Se di. Do me thënë gjume nuk jo prishet nga njëri tjetri. Dakor, jeta që bën këtu, përgjithësi, çfarë jete bën te azili i Shkodrës? Po unë të azili i Shkodrës, kanë bë aktivitete këto më thënë, kam shku në çdo aktivitet, kam shku. Kushtet janë të mira. So, u kanë qenë i vogël, 7 vjeçare, se s'kishim më të herë fshat 7 vjeçare, e kam bë këtu. Te konvikti Tom Kola, 7 vjeçare. Po. Edhe janë kushtet një lloj si kam qenë atëherë sot. Pra të mira atëherë, të mira edhe tani. Po bravo. Të shoh tani që e veshur e kështu, me siguri do bëjë ndonjë xhiro të vogël në qytet. Të pëlqen të dalësh në qytet? Dal, po s'kam të fushime as na kam. Jam edhe me diabet. Po mirë, fesën e fund vitit, ndrimin e viteve këtu do e kalosh? Ku do shkoj të mbush? Djali nuk vjen? Djali është atje. Është në Gjermani, ë? Ka krijuar familje e atje? Po, dy fëmijë ka, një djalë e vaj. Po. Po as për vizit nuk do të shkosh, se ti mund të shkosh e të vish. Isha në maj, ku isha të thinje, no? Pra ti shkon dhe vjen, a? Po vëllai do i vi ndonjë fëmijë. Ndonjëri do vi për fesa. Në Armenia. Jo, ë? Jo. Po këtu mirë do e kaloni, gjithsesi edhe këtu. Unë nuk kam vrejtë. Jo se do me lavdru, me thamë vetëm, se kushtet kanë arë kështu më thamë, po shërbimi është i përsosur. Po atë mungojnë fëmijët, jeta familjare. Mungon gruja e bëllë, por më se fëmijët. Fëmijët mërë. Gruja dhe është qifti, burë grua. Nga më të afërmit gruaja duhet dashur shumë, kështu që edhe ta trajtoj mirë, se ka shqiptarë që se trajtojnë gruan mirë. Gjë emisionet në televizorit, i vrasën e i bërë. Pra gruan duhet ta dojnë fort e të kujdesin që të ketë jetën e gjatë. Me ta është një tjetër. Një urim për të gjithë shqiptarët që po të ndjekin tani. Që me thonë shqiptarët? Ja gëzuar fesat ose që të themi moshës tënde? Në ta kalës të më mirë, keni e gjatë, pa dhimbje, pa ashtu me thënë. Gëzuar dhe ti mos u mërzit, se ke shoqëri të mirë këtu, ka aktivitet. Tamam, zotni Kenon. A të thashin në fillim? E përshëndesim shumë fort dhe falenderojmë që bashkë ndau me ne historinë e tij, po të tjerët nuk i pyete për ndonjë urim, nuk na dhan ata një urim. U gërmulluan të gjithë në atë dhomën e ndenjes, edhe të gjithë sa do pak u përfshin urimet e tyre në mënyrën, mua më pëlqen se ata i vlerësojnë, domethënë nganjëherë vendosim edhe në pozitë, vazhdimisht, sanitare, drejtuesin, psikologen, punonjësit që janë aty, domethënë vazhdimisht. Ishte shumë prej se kur një zotëri thot, unë jam shumë i kënaqur këtu se këtu kam, jo vetëm kujdesim, po kam mundësi edhe të ha. Dhe ishte, domethënë për momentin duket e hidhur paksa. E vërtet. Se varet çfarë kushtesh ka pasur zotëria më përpara. Mëson për i tyre që i kanë fëmijët, Noila. Po.
Nuk mund t'i paragjykojmë fëmijët se përse prindit e tyre ndodhen në një shtëpi të moshuar, po të tilla janë rrethanat, mungesa e bërjes së një dokumentacioni për t'i tërhequr me vete, mosdashja për të shkuar pranë fëmijëve të tyre për shkak të jetës që sjell emigrimi. Dhe që nuk dëshirojnë të përjetojnë këtë lloj jete dhe zgjedhin më mirë te shtëpia e të moshuarve. Megjithatë nuk duhen paragjykuar, ata kanë dashurinë ndaj njëri tjetrit, kanë krijuar një familje shumë të madhe, edhe në fund fare na përshëndesim me një këngë. Sa bukur, le ta përcjellim. Prezanto këtë familje, kështu duhet ta quaj, një familje e madhe, ose ndryshe në Gjermani si quhen shtëpia e zotërinjve. Edhe këtu të vërtet, shtëpia e zotërinjve është shtëpia e moshuarve Shkodër, ku vazhdimisht ne përcjellim mesazhe urimi, mesazhe sensibilizimi, dhe ne funksionojmë si një familje e madhe, ne shikojmë si gjyshat tonë, edhe ata na shohin ne si nipat e mesat e tyne. Ky vit ishte vit shumë i suksesshëm, me shumë arritje, me shumë aktivitete, me shumë shërbime të shtuara për institucionin tonë, dhe kjo fal bashkëpunimit me Shërbimin Social Shtetëror, me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, si dhe me gjithë aktorët e tjerë, me donatorët, me institucionet lokale, me më veçanta dhe kontributin më të madh këtu e kanë dhënë punonësit e institucionit, që unë sot jam bashkë me ta dhe bashkë me gjyshat për të uru të gjithë bashkëqytetarët tonë për një vit sa më të marë, mushën me begati, mirësi, me shëndet me gjitha, dhe ti shërbejmë, kontribuojmë gjithë secili marë sa kemi mundësi për gjyshat tonë që kena edhe në për shtëpia tona, ti gjindemi pranë, ti ndihmojmë, ti suportojmë me të gjitha nevojat e përditshme të cilat ato kanë. Dhe një herë unë gjej rastin, ti falenderoj veçanërisht personelin e shtëpisë moshuarve Shkodër për punën e palollur që bën, ti mbështes ata dhe ti motivoj edhe më shumë për të bërë për gjyshat e shtëpisë moshuarve Shkodër. Gjyshat i kena të mrekullueshëm, i kena shumë dashur, shumë bashkëpunues dhe gëzohen shumë kur ju vini na vizitoni dhe përcjellni mesazhe urimi edhe nga institucioni jonë. Festat janë pranë dhe nuk e di nëse familja do zoglohet apo janë kaq pranë. Ne jemi një familje e madhe edhe do të bëjmë edhe më e madhe, sepse kushtet për kujdesja, puna e palollën e stafit, bashkëpunimi, mirëkuptimi është maksimale. Janë larguar tani, kanë ardhur, kanë marrë familjarët ndonjërin apo jo, kjo familje mbetet gjithmonë? Kjo familje mbetet gjithmonë, ndoshta, domethënë është në një rast i veçantë, por ne do ta tokim së bashku natën e vitit të ri. Do ta tokim, pra do të besoni të gjithë së bashku. Zoj, si ke emrin ti? Agetina. Agetina nga je? Nga emri duke Shkodra. E gjeta, emri Agetina vetëm në Shkodër është. Sa ko ke këtu? 15 vjet. 15 vjet. Si ka qenë? Po kam qenë me gjithë burr këtu. A me gjithë burrin? Po bashorti? Ka 5 vjet që më ka vdek. Fëmijë ke? Jo. S'kena pas. Dhe këtu mirë. Je përshtatur? Këtu mirë se jam përshtatë se na ndihmon shumë edhe ky drejtori, na i hjek tona streset. Ky veti herë, kjo veti marë për të gjithë. I herë për gjithë popullatën, për gjithë shtëpiat e të moshuarve, që të kenë një marrësi. Edhe ju uroj të gjitha punojësit e shërbimit këtu që na shërbejnë, se janë shumë të mrekullueshëm. A ke ndonjë porosi për brezin e ri? Për brezin e ri, porosi. Për mënyrën si trajtojnë familjarët e tyre? Po. Për brezin e ri kam një porosi që shumë kujdes për prind, për të moshumt, edhe të hiqen nga këto rastet e këqija që janë të novë. Nga Lezhja. Nga Lezhja, sa ko ke këtu, sa ko ke? 5 vjet. 5 vjet, do zoja tjetër nga është? Nga Shkodra. Nga Shkodra. Unë nga Saranda. Po që keni bërë Lezhja, Shkodra dhe Saranda. Po vëmi është i tanëve. Ju pëlqen më shumë ju. Kënd të Sarandës. Kënd të Sarandës, a? Po. Sa vite ke këtu ti? 1 vit. A keni fëmijë? Kam. Ke fëmijë? Ku i ke fëmijët? Djalin e kam në Elbasan.
Në Elbasan, vajzën e kam Shkodër. Në Shkodër, do vinë do njëri, do shkoni ju, si e lani? Shkojnë. Vinë shkojnë. Po, të mungon familja? Jo, s'kam familje, një jetim. Jetim, a? Njëse isha ditë lidjer, të muajt nëndorit, edhe ma fesuan këto. Ne thada. është dilina, po ta kanë fesuar këtu, a? Jo, ti. Drejtorin e kemi shumë të mirë. Fationin. Pa përjashtim, gjithë personeli është shumë i veçantë. Ndryshe nga gjithë institucionet e tjera. A keni parë të dira që vjen ndonjë fëmijë ose ndonjë djalë vajzë? I ka ardhur ndokujt apo jo? Djali vajzë i ka ardhur ndonjërit? Familjar. Po, familjar. Po, vinë. Po, për festa nëse ikën ndonjëri mërziteni ju? Do shkoj? A, do shkosh? Po. Ku do shkosh ti? Në shtëpi. Për festa je në shtëpi ti? Po. A, po që ke gëzuar, e? E gëzume këtu, e gëzume atje. E bërë çorape? Sa çorape bërë deri tani? Deri në shi, 7 palë. 7 palë? Po. Kush do I vesh ato 7 palë? Po që I vesh kush do I shes. Mu I shet më punë. Në asil apo del jashtë? Dal. Po. I bën të bukura faktikisht edhe ja dhe këto që ke në dorë I pas ke mrekulli fare. A shiko? Edhe të bukura peu që ka fantastik një. Të lumë të dora. Faleminderit. Një urim për të gjithë shqiptarët që po të ndjekin. Po, t'jenë mirë. T'jenë mirë. Po. Në urime. Nga jeti vetë? Bina të Pelena si nanaj. E po dihet ata të Pelenës bëjnë shumë çorape. Po. Ashtu janë. Kur ke që për e të fundin të Pelen? S'kam, po bëj 2 vjetë s'kam qenë. A, 2 vjetë? Po, s'kam, ashtu është ajo. Kë ke në të Pelen? Kam lezër, kam otra, kam të tërë. Por vitin e ri do e kalosh këtu? Këtu. Unë jam Shëdan. Shëdan? Dem baba dem, apo jo? Unë jam Shëdan në venit. Sa ko ke këtu? Unë 15 vjetë. 15 vjetë? Një, e dyta. Këtu, në Azel. Si bëjt 15 vjetë, nuk kam pas nevoj për I kaqë për ushqim, dhe në sanitarë, dhe herë se I këna sanitarë shkërqyshme. Këna drejtorin, këna psikologin, si në kujdesot për ne si me kënë baba I saj. Sa mirë ja ta ndjeve, pak psikologë, bravo I qoftë, më shë dhe drejtori, po. Po mirë, po këna I gjatë mirë këtu, si nuk na mungon ushqimi. Po që ka shumë, po të ka mungun në I herë që e vlerësove ka I shumë. Këna ushqim bo, me hanë me pi sa të mundna, nda kujdesot drejtori. A ke fëmi? Kam. Ku janë? E kam prokurore, vajze. Bashortën e ke? Jo. Jo, shpinë e kam. Shpinë e ke? Grunë. Grunë e ke? Ja, se bo me pas grunë si qartë. Ashtu, a? Ja. Sa që vinë bure gru këtu? Po ja, s'ka. Ja, Në ka dhe gruja ka marrë këtë. Fesat, këtu do e kalosh? Me I kalu, këna drejtorin si na banë me kalu, si me kënë shpi tonë. A ke drejtorin si djalin tënd? Po inshallah. Nga je? Origin Tiranës. Babaj nga Kurqa, dajet nga Vlora, jetojnë Shkodër. Me siguri do kesh punuar o oficere ose policët ti? Kam pas babi. Babi? Ua, si da dojë fëmijët e ushtarakëve, e? Po ti në jetë që ke punuar? Tani kam marrë 3 hektarë në Vlorë, 2 vjetë në universitet, Usmora e Lash. Ne I thonë këtu I thënë, unë I thënë depot, nga jugu, depot. Ne të lopë, I thënë këto, në trekti, magazinat, furnizimin I dyqanëve gjithë. Përshëndetje festat, me familjen, me komplet familjen e tyre, edhe ta dujnë Shqipninë. Më shumë kemi jashtë sa këtu me të. Jashtë Që vëtë një baka. Po të shkile ka pëse janë jashtë të presin biletën e të vinë për festa? Po, vinë ata për festa, si jo. Po dhe pa festa vinë a shofim. Po kanë, kena dashninë, nuk mund të, si dhe mos në shkodran të vjetër e kemi. Shiko, se
nuk na lë nganjëherë edhe sedra. Kemi edhe këtu neve, kemi dashninë e shtapit. A do të bëni ftesë fëmijëve të vinë të paktën, një pjesë e tyre të kenë vizita, sepse nuk i lë dhe sedra ata pranojnë. Po mirë është më ardhe ma shumë një po, me i taku, se këta i napin mërëtësi, këta presin sytë ka fëmija, ka familja vetë mojnë, sa da në mundohë në mjëllonët dashninë e respektit, e me mujtë mi mojtë afer me lërgu, po familja me të familja. I përmëndin familjet vazhdimisht, presin me orë mi taku, me orë, ata vinë, po qa presin prindëret, ata nuk është përgjigjen ashtu. Ka në një punojse që do jetë këtu më 31, kujti ka rënë shorti? Unë... ti do jesh natën e vitit 30, ti jesh këtu? Jam këtu. Jena në punë, se kështu të kanë, me rrohë, edhe besoj se e kaloj mirë. Kam përshtypjen që organizohet, është festë, gjithë pjesa e bilet. Tu ka dhe alegri se janë shumë. Gjithë këtë muaj është festë këtu. Dhe ke për ditë vinë si organizojnë bëhen një takuj. Sepse e thirrën edhe shumë institucione shoqërore studente, që nuk i lën kur vetëm në këto ditë. Jo. Ja dhe sot u azura unë para ditën. Jo, ishte knaqësi. Tu i shetitun malen kodër, tu i prek lule gjithë me dorë, veç një kopsh më bukri shkodër, ty të gjeta lule borë, je vogël por je plot, ty të kërkoj unë ta sa mot unë ty të kërkoj, gzim me ty jetën ta qoj. Nga kënga, le të shkojmë në këngë, le të qëndrojmë të atmosferën festive. Me që lahuta e Malcis u pranua në UNESCO, i kemi ftuar dy lautarë vërtet e për të ndëruar. Kol Gjoni dhe Gjon Kosteri në kanë përshëndetur me lahut, me këngë, ashtu si që e do tradita, me një kartolinë urimi për ne. S'kishte si të mëngon të lauta shqiptare në emisionin të toki. Me unë jam këtu me dy lautarë të ndëruar, Kol Gjoni dhe Gjon Kosteri, të cilët duan të na urojnë diçka për vitin e ri, por edhe të luajnë diçka për ne. Kol, cili është urimi yt për vitin e ri? Urimi jam e kaloshin të zuhshim tonë shqiptarët ku do si tjenë këtë vite dhe shumë vite. Faleminderit. Gjon, një urim për të gjithë miqtë e të toki? Edhe urimi im është gëzuar gjithë shqiptarëve, por në veçanti duhet të uroj gjithë lahutarët gëzuar, sepse ky vit ishte i mbar për çdo lahutar, sepse lahuta jonë kombëtare u pranua në UNESCO. Falenderoj të gjithë ata që punuan për këtë ditë kaq të gëzuar të lahutarëve dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë ju që erdhët tek Tatokim për të bërë gëzuar bashkë me lahut. Unë largohem dhe ju le hapësirën tuaj për të na kënaqur me muzikën e bukur të lahutës.
Mirë, dhe nga Lahuta unë do të kaloj në një kartolinë shumë interesante, u thojmë prapë. Pra prapë ne largohemi. Bredara kemi bërë në këtë emision. Po nuk ndalemi, nuk di se ç'do bëjmë kur të mbaroj ta toki, megjithatë, okay, në natyrën tonë të programeve që bëjmë, përgjithsisht nuk ndalemi. Do shkojmë në Tiranë. Do shkojmë në garnizonin e shkollës Skënderbeg. Oh, sa interesante është kjo. Do sillim se imazhe, aeroplanësh, topash edhe gjëra. Është një interesante si në kohë vjetra. Po nuk kemi shkuar në fakt për të, por ne kemi shkuar te sofra e Skënderbegasve. Është viti 2 që realizohet. Do e hapim të kartolinë me 2 vëllezër binjak, të 2 ushtarak. Oh, sa interesante kjo. A keni më ushtarak të tjerë më në familje? Kishin dhe fëmijët e tjerë ushtarak. Vërtet? Po, është tradit. Në familjet e ushtarakve, shkon si tradit. Nuk është se ke vetëm një rasta. Raste të ralla janë kur kemi vetëm një. Po do kemi dhe opinionet të sinqerta kur thot që teksa kanë vazhduar dhe janë marrë me ushtarët, shumë ushtarak, për shkak të punës që i kanë transferuar në zonat e thella dhe kanë qëndruar larg familjeve të tyre, e ndjejnë se më shumë në ditët e sotme, kur puna kanë përfunduar, ata kanë dalë në pension, i duan më shumë ushtarët se sa vetë fëmijët e tyre. Është pak e dhimbshme si natyrë, por që, okay, kjo tregon një anë të realitetit se kanë sakrifikuar për të ushtruar profesionin e tyre dhe i kanë mangësira për sa i përket afërsisë dhe ngrohtësisë në familjen e tyre dhe ata e pranojnë këtë fakt, por është lloj profesioni që të detyron që t'jesh në këto ujra. Le të ndjekim këtë kartolinë të bukur që vjen nga sofra e Skënderbegasve. Po, nuk është e vështirë të kuptohet që kanë bëjmë me 2 binjak këtu, unë apo? Po. Binjak, e? Po, binjak. Adriani dhe Besniku Adëri. Adriani kush është tani? Adriani këtu dhe Besniku. Dhe Besniku. Të 2 keni mbaruar shkollën ushtarake? Po, jo, kemi qenë në shkollën ushtarake, kemi qenë në shkollën ushtarake. Jemi rritur. E keni përfunduar? Po. Po patjetër e përfunduat. Si kujtoni atë kohë? Në atë kohë kur kemi qenë, ka qenë e papar historia e shërbimit ushtarak, se ka qenë e përpikt dhe e devotshëm për mbrojtjen e dheut edhe vendit tonë. Kemi qenë me ideal të përkushtuar. Po si vendosi familja për të 2 një herë, është mos si nuk e bëri njëri një profesion ndryshe për të 2 një herë. E bëm më mrapa, se për arsye politike nuk na i dham direkt shkollën. E bëm më mrapa shkollën. Problemi këtu se ne rritim në një familje ushtarakësh. Pra ju e bët me vonesë në një kohë më vonë, vini nga një familje ushtarake? Babai im ka qenë me gradën major për Ministrinë e Brendshme. Okej. A keni edhe xhaxhai me gradën, po ka qenë shefi drejtorisë dytë sigurimit. Po, dakor. Pra ju jeni kështu gjithë ushtri, domethënë. A keni motra vëllezër të tjerë? Po, kam 2 motra e vëlla. Çfarë profesioni kanë marrë? Edhe ato në ushtri. Edhe motra në gjithë. Po ju kishte frikë lagja juve apo jo? Po patjetër.
Dhe tani na kam frikë. Ami tani çfarë punoni ju? Që ta dinë se me ushtri? Tani una jam këtu te Prokuria e Apelit, te Prokuria e Apelit, kurse Adriani është në Garën e Republikës. Bukur, pra nuk keni hequr dorë, duke si but më buri dhe nuk është dash. Madje se në me edukacie. Ekonomia tregut, gratë, ka zbutur gratë. Kjo është falenderoj shumë njerëz, se do vazhdoj me intervistat jam keni shumë këndshëm. Kjo është e vërtet, për arsye se ne profesionin tonë që jena kundër zbulimit, kështu që do të jemi patjetër. U ktheve me shpinë komplet. Mirë, një urim për të gjithë shqiptarët që janë duke ju ndjekur. I uroj të gjithë shqiptarët, veçanti ish ushtarakët dhe ushtarakët, që i dua shumë, domethënë që i kam se 3 profesione kam pas në jetë una. Urimi. Uroj që viti 2026 të viti mbar familjen edhe në jetën e përditshme. Bekime pashin gjithë. Faleminderit. Kjo ditë është një ditë e lumtur për mua se më kujton kur ishim të vegjël edhe vinim këtu shikonim film edhe këta. Jo, bëni servitje se për film, s'keni ardhur, s'ishte kinema shkolla. Ka qenë kinema, ka qenë. Ka qenë kinema. Kinema janë. Dy kinema ka pasur këtu. Kinema sekrete, biles me filma. Me çfarë filma shihni? Me filma zbulim kundër zbulim. Jo, pse, në film romantik si? Jo, shumë pak. Vetëm ushtarak? Ushtarak. Po çu e bëjnë robotë ushtarë. Ne ishim të vegjël, ishim 12 vjeç edhe ata studentat ishin tashur edhe na mirën ne të vegjël rob. Edhe më kujtohet na fusi brenda se nuk lejohet futesh. Nuk lejohet. Faleminderit. Duke bërë lidhje me emisionin e një viti më përpara, ti tregove çika për ato hallet e ushtarakut, shkoan dhe këtej, taska në kraj etj. Vazhdojmë prapë ato kujtimet na sjellin këtu. Ato kujtime un kur sa herë që takohem me kolegët, me moshatarët e mi, i kujtojmë këto, sidomos në Kukës në kujtimet mia, pavarësisht se ka qenë vend shumë i vështirë. Po, si tani çfarë problemesh ka pasur ushtaraku atyre që nuk i kanë këta të sotmit? Domethënë, këta gjumin e bëjnë aty ku kanë shtëpinë apo ju jeni transferuar? Kjo ka qenë sa mirë kape. Ky ka qenë problemi më i madh, sepse ne dikur, domethënë ishte parimi që ushtria është shtëpia e parë dhe shtëpia kryesore biologjike ishte e dytë. Domethënë ne nuk kemi prandaj ju me zor gjeni gra që të martoheshin. Marë për gratë është mas i bëjnë në fëmijët gratë, thonë ku të kam parë, sepse më shumë lidhen mas fëmijëve, kurse fëmijët rrinë me nënën kryesisht, kurse ne e kemi kryer detyrën, ja fëmijët e mi tash të teja në Gjermani. Ju shtëpia e parë një herë, aty te ushtria. Ushtarët më respektojnë më shumë se fëmijët e mi. E beson këtë? Unë kam ushtar nga Kuksi që sot e kësaj dite më respektojnë komandantën tonë. Kurse fëmijët e mi marrin as marrin një herë në vit në telefon. Janë Gjermani të 3. Kam 2 djem një vajzë. Faktikisht për atë shtëpi ke investuar më shumë, faktikisht. Atje kam dhënë tërë rinin time unë. Nga mosha 22 deri në moshën 32 vjeç, kam qenë në majt malit të Masgjallicës Kuksit. Dhe familja ku rrinte? Familja rrinte në Tiranë 5 vjet dhe 5 vjet tjera e morën Kukës. Çfarë thua ti më 5 vjet keni qëndruar larg ju? Po, me korrespondencë. Me korrespondencë. Kjo ka qenë sakrifica më ekstreme që po e vuajmë tashti. Sepse fëmijët nuk e dinë këtë gjë, s'kanë qenë kontakt me mua. Ata nuk e dishin sakrificat që bëja unë për t'i ushqyer. Tani ku fëmijët këtu apo jashtë? Në Gjermani. Po, ata janë rezidentë atje. Tash unë jam fillekat. Po kur të bëjnë vet ata prindër do e kuptojnë çik më shumë. Janë bërë prindër, të 2 djemt. Janë bërë çik. Po është edhe koha atje. Ata pothuajse u adaptuan si gjermanë, se shkuan në një moshë adoleshente, edhe atje pothuajse janë adaptuar me kulturën e atyre. Edhe këtu ashtu është bërë, domethënë fëmijët nuk shikojnë shumë ashtu është kudo. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ndjekin, po çik urimin mos sa bëj të trishtuar tani. Jo, absolutisht. Meqense jemi në festat e fundvitit, i uroj të gjithë të kenë mbarësi, shëndet dhe gjithçka ju do në zemra. Domethënë të gëzojnë jetën, ta shijojnë dhe të mendojnë që jeta nuk është shumë e gjatë. Po këtë pjesë që na ka lënë i madhi Zot, ta shijojnë siç është më e mira. Të lutem goja. Faleminderit edhe juve. Edhe ju shumë faleminderit për
Sa bukur sofra e Skënderbegës dhe vërtet një event tepër i veçantë në llojin e tij. Tani, diçka tjetër tepër të veçantë kam sjell unë përmes Kartolinës. Arlinda Bayraktari është një vajzë që ka duar të arta, e punon qirin. Qirin të tepër të bukur, me forma ndryshme, si brell, si globe, apo si burë dëbore, por edhe i pikturon ato shumë bukur. Le të shohim se si punon Arlinda qirin handmade. Ta tokim është bashkë me Arlinda Bayraktari. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta në Mila. Ke sjell një mrekulli të madhe me vete. Puna me dorë është vërtet një ndër gjërat më delikate, më të vlerësuara dhe më të veçanta që mund duroj dikush për festat e fundvitit. Dhe ke realizuar mrekulli më i vajzë me duart e tua. Ne trego pak sa kohë ka që merresh me punimin e qirinve? Në fakt, u bë disa kohë, është gati një vit e gjysëm, duke përfshirë edhe disa punime me atë që ishin fillimi i tyre. Pastaj, pse të mos eksperimentoja edhe me qirit? Përderisa është diçka që e bëj me pasion, pse jo, të mos eksperimentoja edhe me këta. Fillova me buqetat vogla, pastaj tani në atmosferë festash, sollëm një frymë ndryshe. Sa do të thoja, nga lule që i ke realizuar në mënyrë fantastike me qirin, kemi dalë tek ornamentet e festave të fundvitit, edhe tepër bukur jashtë shikoni sa gjëra të mrekullueshme ka realizuar, edhe këto qirin. Një sekret vogël i ka realizuar sot për sot për emisionin, kështu që vërtet fantastike. Sa kohë merr pak a shumë njëra nga këto për të realizuar? Këto janë më të vështira. Në fakt, se është punë e ime, është punë delikate, do në kohën e vetë, dhe më thanë nuk mund të bahet me ngot. Minimumi 25 minuta është një qiri. 25 minuta vetëm një? Kurse këto kohë më pak normalisht, se do shkrihet, dhe më thanë, dylli, unë i punej me dyll soje, edhe i dardhi në masa, dhe pastaj koha e tharjes, djetë është proces mas procesi. Dhe ka të kohën e vetë. Çfarë veçante ka ky dylli i sojës të cilin ti e përdor? Është më ekologjik edhe për më tepër digjet me avash. Domethënë nuk lëshon ato aromën e naftës sikurse qiriu që përdorim, qiriu normal. Sa dëshirë ka njerëzit për të eksperimentuar me këto dhurata? Se ka hyrë tashmë mendoj kjo fryma e këtyre dhuratave që kanë vërtet shumë shpirt brenda, dhe secila nga këto ka shumë shpirt brenda. Kanë filluar, në realisht kanë domethënë interes dhe është edhe bukur për syrin. Plus më ne është fakti që ne jo e realizojmë në një mënyrë në bazë kërkesave, jo me ngjyra që mund të eksperimentojmë, është e bardha gjithmonë në modë që nuk, domethënë, është gjithmonë e pranishme, por është shtu interesi, e veri që është shtu interesi, domethënë. Për çfarë kanë më shumë dëshirë njerëzit, për çfarë porosisin më tepër, për të kuptuar edhe më shumë dëshirat e publikut? Po, në përgjithësi janë këta buqetat. Këto, domethënë, është që është komplet, është all-in, edhe është një diçka që vlen edhe për gjatë, domethënë, nuk është një tuf lule për shembull e cila vyshket edhe maron. Kjo është diçka që të rrinë të qëndron edhe më gjatë. E vërtet, ja, unë kam marrë njërën në dorë sa për ta treguar për të gjithë mish, por është të kompletuar me gjithë shka. Përveç qirinve ka edhe këto elementet e dekorit shumë të bukura, jeshilja, e kuqja, goldi. Nuk mund të mungonin. Jo, në fakt, janë tamam festive. Një babagjysh. Ja, shikoj se i bukur është ky babagjysh këtu, përveç pemës, ky simboli i flokut të doborës. Ja, kemi edhe diçka tjetër këtu. Këto janë vërtet shumë të bukura. Këto janë teke, po, që mund të kombinohen, pastaj bëhen set në bazë të dëshirave, domethënë të klientave. Tani kjo do të ishte një jingle shumë e bukur. Nuk di, mirë, unë jam pak e çmendur, po. Ka detaje shumë perfekte ajo. Ajo është në preferuarat e mia. Ja, shiko vërtet të gjithë këto detaje që ka. E shikoni, është vërtet shumë e bukur. Prit se pash diçka këtu. Ja, sa e bukur është vërtet shumë e bukur. Sa pëlqet kjo? Shumë. Kjo biskota, kuki, si ti themi. Sidomos edhe kur e kërkojnë, domethënë se në përgjithësi e bardha është që stonon, pastaj edhe me ngjyra me buj kafen, kur bëhet buj kafe është shumë më e bukur. Thjesht për efekt kohet sot për sot. Faj është i yni, e kuptojmë.
sa vështirë është për të realizuar të gjitha këto, se unë mendoj fund viti është koha kur ka vetëm porosi. Dhe është vështirë edhe ti thuash jo porosive sepse kjo është koha, njeriu tani duhet mendoj edhe për të ecur diçka. Po, e vështirë është të menaxhojmë kohën, por këtë periudhën e fundit domethënë e kam ba edhe gjumin haram, si thojnë, edhe deri në 2 natë tu marrë me qëri se kam pas porosi realisht. Por e mira e kësaj gjaja është fakti që aty ku kam qunë domethënë produktet, edhe mi kanë kërkuar në kohë, më kanë lanë kohën tame me punu, edhe ndërkohë tash porosinat kur janë porosi teke mund të punohen. Po që me ba, domethënë, për shembull një buçet e tillë më shkon 2 orë gjysmë, e don se s'ban. Vetëm për sistemimin për sistemimi, qirat, koha, baza, çdo gjë domethënë ka kohën e vet. E kjo është sigurisht e vërtet. Po këto janë zbukurim, domethënë këto janë piktura që ja vendos ti? E kam ba vet, po. Që i vendos ti. Sa bukur. Është çdo gjë e punuar domethënë me dorë, me dorë. Mendoj është e vështirë për të realizuar, se nuk është si të vizatosh në një letër, pra ti po vizaton në një sipërfaqe që është edhe lëmuar, edhe ka vështirësinë e vet domethënë, plus që në momentin që ti do vizatosh nga një anë, duhet se s'ban me shikoni këtë, nga të gjitha anët është pikturuar. Ka vështirësinë e vet. Ka vështirësinë e vet, por është përfundimi ai që ja vlen domethënë, është përfundimi që ti jep atë kënaqësinë edhe satisfaksionin që s'ka të pagume. Nëse do ta përshkruanim vitin 2025 me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Dëshirë, impenjim edhe kreativitet. Bukur, të besoj treja. Se mund t'i përfshin të treja këto. Kjo nisë e mëri që kam ndërmarrë. Si ka ecur gjatë vitit 2025 kjo nisë me jotja? Dikur një ëndër, tani një realitet që vazhdon e rritet dita ditës. Në fakt, po. Ishte nisëm thjesht për internetit, domethënë, unë kam qenë gjithmonë e apasionuar me punimeve dorës, edhe pse jo, mendova të krijoj diçka time. Bazat ishin në fillim, domethënë, kanë hapat e mia të para me allçi, punimet me allçi, ishin mbajtse, dekoresh, bizhush e të tjerë. Pastaj vendosa të eksperimentoj me qira. Në bazë edhe të çdo gjaje që shifsha të publikume, qiri domethënë është, nuk e di, është perfekt. Është thjesht perfekt. Ja, shikoni sa perfekt është. Ai, makinë vogël, me një pemë dhe një arush. Kjo është vërtet fantastike. Tepër e bukur, ja shikoni, është vërtet shumë e bukur. Çfarë do të urojmë për vitin 2026? Atëherë një urim i përzemër, duke lënë mbrapa edhe 2025-ën, i cili besoj për gjithë secilin nga ne ka pas ato vështirësinë e veta. Uroj vetëm marrësi, shëndet dhe shumë dashuri në familjet e shkodranëve dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Të falenderoj shumë për këtë momente kaq të bukura që na dhurove, por mbi të gjitha për mundin edhe lodhjen që ke bërë për të realizuar të gjitha në kohë rekord, për të ardhur në Tatokin, për të pasuruar një lloj shumë të bukur edhe simbolik, një lloj dhurate që mund ta përdorni për festat e fundvitit. Unë të uroj shumë suksese, uroj që të rritesh çdo ditë e më shumë edhe çdo gjë ta bësh me dashuri shumë të madhe. Faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të jem prezente këtu. Faleminderit. Vërtet bukur. Shumë bukur në fakt. Duart i kat Arta, është vërtet shumë e ëmbël edhe shumë e këndshme gjithmonë. Le që e bëra gati për 10 minuta të vinte. Kështu që sa gjë e mirë. Jo mua më pëlqen se këta njerëz shumë modest janë si të strukur në këtë qytet, po të gërmosh ashtu siç gërmon ti Noela, po që gjen gjëra shumë interesante. Absolutisht. Po unë e falenderoj që ka pranuar dal para kamerave për të treguar pasionin e saj të madh. Okej, këtu kemi përfunduar edhe natën e 29, e thë ndryshe jo si numër, po 29 dhjetor. 29 dhjetor përfundon këtu, unë ju falenderoj si gjithmonë për vëmendjen që tregoni, qëndroni me ne, nesër në orën 21 me të tjera Kartolina kemi të fundit, natë që përmban kartolinat e reja që janë filmuar, realizuar, montuar etj. Do kemi dhe një natë të fundit data 31 ku do përzjedhim ato më të bukurat më të veçanta tona. Natën e mirë. Natën e mirë.